Për gjërave të cilat e prishin abdesin, është edhe dalja e gjakut. Të gjithë dietarët islam pa dallim, gjaku është ndytësirë. Gjaku kur del jashtë është i ndytë. Zaten kafshët kur therrën, pastruhen kur ju del edhe gjaku. Kur gjaku del prej trupit të tyre. Prandaj, me konsenzus të dietarëve islam, gjaku është i ndytë. Dhe thanë dalja e ndytësirave nga trupi i njeriu e prish abdesin. Por të gjaku i kena dy gjendje. Dalje gjakut dhe shfaqje gjakut. Do të thotë, nëse është shfaq gjakut, tu ka hir lkura dhe doket gjaku. Nuk e ka prish abdesin, sepse s'ka ecë, ajo është shfaqje gjakut. Nëse ti ke therr lkurën tonë me një diçka dhe ka dal një pikë gjak, nuk ka ecë, po vetëm u nal aty dhe është përtho, gjithashtu nuk prishet abdesi. Por nëse është therrë dora, ka dalë gjaku dhe ecë sa që qarkullon mbi lkurën tonë dhe shkon duke vazhdu dhe e shet që po do me pikë, në atë rast gjaku prishet. Gjaku e prish abdesin. Do të thotë, nëse gjaku del prej trupit dhe ecën nuk qëndron në një vend, në këtë rast kur ai don me ecë dhe duket si do me pikë, mu largu prej vendit rrethit aty ku ka qenë, atëherë gjaku e prish abdesin sepse është konsideruar që është dal dhe ka ecë. Këto janë dy kritere. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush i vjen për të vjellur apo i ka dalë gjak që ka përmend reaf për hune, në këtë rast ka edhe disa elemente tjera, mirë po ndalemi këtë pikë, thot letë merr abdes. E hadithit ka thëtë që më shkova me marr abdes e më kthy me plotsu namazin e kështu me radhë. Ky hadith është i vërtetuar edhe përmes zinxhirit, por është edhe mursel. Murseli të shumica dietarëve islam, Hanefit, Malikit dhe Hanbelit, por edhe të Shafit është i pranuar. Por Shafit i kërkojnë në disa kushte tjera, shtesë, të cilat realizohen në këtë hadith. Shafit thonë se hadithi ka ardhur mursel, po e ka një rrugë tjetër transmetimit, pavarësisht sa saktësia e saj e fuqizon këto. Nëse dietarët islam kanë punuar me të prej sahabëve, pranohet hadithi. Prandaj ky hadith me kthyer në këtë prizëm është i pranuar të gjithë dietarët islam. Fillimisht të tri mëdhëbet parimisht pranohet murseli, jemi në rregull. Te Shafit kërkohen disa kushte të tjera shtesë të cilat gjithashtu janë prezente në këtë hadith. E kështu që ky hadith është i pranuar dhe kanë transmetuar shumë dietarë islam, sikur që është Muhammed ibn Yahya Dhuhliu, Daraqutniu, Hakimi, i cili ka shënuar si sakt hadithin. Sheikh Shuaibi radiallahu anhu në librin e tij Ikhtiyar Ta'lil al-Mukhtar, në librin të cilin e verifikon hadithet, Ikhtiyar Ta'lil al-Mukhtar faqe 50, thotë se është vërtetuar nga Aliu radiallahu anhu se ka thënë se gjaku e prish abdesin. Prandaj fjala sahabëve edhe tek Shafit e fuqizon dhe saktson hadithin mursel. E lëre më të tjerë të cilët parimisht murseli është i pranuar. Me këtë hadith kanë punuar dietarët islam të hershëm, Ibn Umeri, si sahabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Said ibn Musayyibi e të tjera. Ky hadith, të cilin do ta potencojmë tash, është shumë i rëndësishëm që tregon se gjaku e prish abdesin. Tregon njëra prej sahabikeve, grave të cilat kanë jetuar në kohën e pejgamberit alayhis salam, thotë i kam thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, un kam problem me cikël mujor, fa ad'u as-salah, a la namazin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë kësaj gruaje, ti përderisa ke problem me cikël mujor, atëherën vazhdo me fal namazin veç në kohën kur zakonisht e ke ciklin mujor, i ke për shembull prej të parë deri me të shtatin, në çet kohë nuk e fal namazin. Dhe pas kësaj kohe e fal namazin. Sepse çike gjakdeli atë çike është smundje. Dhalika irq, smundje e cila ka shpërthyer dhe nuk po mund në menaxhon ti. Prandaj ky gjak cili po rrjedh e pastron atë dhe merr abdes. Domthonjë që ky gjak o bos sebeb që ty më të prish abdesi. Dhe nëse i shdosht por mos me prish abdesi gjakun, atëherë është arsyetu kur personi është i smut.
Përderisa personi është i smur, atëherë do të ishte arsyetuar. Kështu që gjaku e prish abdesin me shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është e njohur këtë tek dietarët e Islam. Prandaj nëse ka rrjedh gjak prej trupit të njeriu, abdesi është prishur. Janë dy dyshime të cilat paraqiten këtë pikë. Se Omeri radiallahu anhu kur është therrë nga Ebu Lu'lu al-Majusi, një jo besimtar e ka therrë me thikë Omerin duke qenë namaz sabahut, ka artinëz me thikë të helmuar. Omeri radiallahu anhu o lidh namaz dhe duke fal namazin e ka ardhur, ka hyrë dhe e ka therrë Omerin radiallahu anhu 3 herë. Transmetimi është 3 herë. Dhe është therrë nën bri. Thika ka qenë e helmuar. Omeri radiallahu anhu e ka vazhdu falin namazit, nuk e ka ndërprej. Dhe disa kanë thonë se nëse gjaku i kishte prish abdesin, atëherë Omeri kishte ndërprej namazin. Të dashur vëllezër, ky rast nuk është pikë argumentuese se gjaku nuk e prish abdesin. Omeri radiallahu anhu ka qenë prej sahabëve më të ditur, prej juristëve më të zot. Dhe ka ditë që ruajtja e jetës është më me prioritet se sa 2 rekate fardh sabahut. Andali me kthyer në kuptimin juridik, që dikush pe trajton këtë temë, Omeri është dashur me mbrojt veten e jo me vazhdu namazin. Se këta po thojnë Omer radiallahu anhu ka vazhdu namazin sepse gjaku se ka prish abdesin. Mirë, por realisht ai dosh me mbrojt veten. Pse nuk e ka mbrojt veten Omeri? Pse nuk e ka reaguar e ka vazhdu namazin derisa kanë shukomt? Dhe kanë ndërhyr sahabë të tjerë tani. Cila ka qenë arsyeja? Të dashur dhe të respektuam, ju e dini që besimtarët e ndershëm, të sinqert, sahabë të njohur, janë kanë persona të cilët kur kanë hyrë namaz janë koncentruar shumë, sa që s'kanë mendu diçka tjetër. Ne kemi një rast atje prej një sahabiu që tregohet se është gjujtur me shigjetit, ashtë do të flasim për ta, apo kemi raste transmetimeve tjera kur i është prej gjymtyrit e trupit njerëzve dhe ka thonë kur të hy namaz prej makamën se unë kur hy namaz nuk e kam fokusin, nuk e ndjej dhimbten sepse jemi koncentruar në namaz. Mjo vetë juve se qysh i ka në emrat ta njerëz, asë njëri prej juve nuk i dini. Që dhe na do të monale dhe me rishikua ndoshta. Nëse një sahabi, një njëri devotshëm, pas ka qenë që ka që i koncentrum namaz, so që ju pas ka prej koma dhe ajse pas ka ndje, që ka me ndonë për njërin prej evlijave të Zotit si kur Omer radiallahu anhu. Njëri ju ma i mirë prej krejt sahabëve, pas Muhamedit a.s. dhe Abu Bekri ka qenë Omeri. Andaj Omeri është therrë dhe ai se ka ndje fare se është therrë sepse ka qenë në namaz, ka qenë i koncentruar. E nuk e ka mbrojt veten hiç, as i ka pas met, hiç aty gjoku apo prish abdesin apo jo. Dhe ajo që argumenton që kjo logjik argumentuese se gjoku nuk e prish abdesin është demantuar me është se Omeri i ka rrot fikt. E ka lëshu trupit dhe i ka rrot fikt. Dhe i fikti të gjithë dietarët e Islam e prish abdesin. Dhe transmetimet e sakta tregojnë që e kanë marrë Omerin dhe kanë vendosur dhomën në një dhomë tjetër dhe e ka porosit Omeri kur ka dalë vedia që me i pri namazit dikush e i ka pri namazit Abdurrahman ibn Aufi. E Omerit radiallahu anhu i çdo në abdes masit që është vendosur në shtrat dhe e ka fal namazin. E jo që valla se pas ka prish gjoku abdesin e tina, sepse kjo nuk është pikë argumentuese. Thojnë në rregull hoxh, pe pranojnë atë që të gjedela një thojnë, më ta marru qefin ty. Atëra i sahabiu i cili ka qenë duke fal namazin në luft, namaz natë, dhe ka ardhur një jo besimtar me shigjet e ka gjue, dhe ja ka ngull shigjetin e parë, dytën dhe kjo nuk ka lviz e ka vazhdu namazin. Andaj sikur të kish prish abdesin gjaku, ajo është dosh me ndërprej namazin, ose me i tregu pejgamberin alayhis salam që namazi jot është i pavlefshëm. Fillimisht, ky hadith është ahad. Është një transmetim përballë një mori transmetimeve.
Dhe kur ndalmi në shkencë me këqyr, a do të mi pranue 5-6 argumente apo një? Sigurisht do të mi pranue 5-6 argumente. Si më të forta. E para. E dyta, ju kam kthyer dhe kam shikuar hadithin e shigjetës. Ibn Hajeri thotë që hadithi është hasan. Ka prej dietarëve islam të cilët ka thonë sahih për bashkohorëve. Po ka prej dietarëve ulemave të hershëm, të cilët sinjalizojnë se hadithi është i papranueshëm. Prandaj një hadith në këtë kategori nuk ka mundësi në asnjë rrethon me qenë më i fuqishëm dhe më anulue hadithet e tjera dhe argumentet e tjera. Kështu që gjaku të dashur vëllezër, e prish abdesin, e nuk bën me kon njeriu shumë trim i madh hajt se so gojle, e me rrezikue ibadetin kryesor të njeriu të çështë namazi. Mbi të gjitha, me marrë me matë sigurtën në islam, në ibadete, është obligim. Nëse nalme dhe shikojnë mes asaj dhe mes dietarëve islam se a e prish apo se prish, nëse ti merr abdes pas daljes së gjakut, të gjithë dietarët islam thonë se namazi është në rregull. Mirë po, nëse nuk e marr abdes edhe pse të ka dalë gjakut, ka rridhur gjakut pe trupit tën, atëherën të një numër i madh i dietarëve islam thonë se namazi jot nuk është në rregull. Dhe vendimet tona juridike institucionale janë që na do të me vepru si pas parimit të kësaj shkolle që abdesin, gjaku e prish abdesin, prandaj duhet të marrë abdes dhe kështu do të veprojmë në të gjithë inshallah. Në librat e fikut e gjejmë që 10 përgëzuarit me xhennet prej shokëve të pejgamberit alayhis salam kanë thënë se gjaku e prish abdesin. 10 të përgëzuarit me xhennet. E ata nëse kanë pas keq, ku na pe kena mirë? Prandaj duhet me qenë njeriu i kujdesshëm, e veçanërisht për ato namazet të cilat janë parimore për besimtarin.